Ky projekt është një shembull i një arkitekture të qëndrueshme, ku baza është konteksti, gjithçka kemi lidhë me natyrën, me ambientin në cilin është zhvilluar. Unë jam djali i Saraqit. Baba jam edhe gjyshi kanë punu veshjet kuajve. Ideatori i këtij projekti, Betimi, ka shkut mi ndreq një lëkurë të baba jam edhe kur kemi shku mja qu, na ka ftu me ardhë këtu në fshat, edhe kur kemi ardhë në fshat, ka qenë dashnia që ndodh me vendin, realisht edhe me projektin, me ambientin. Kjo tregon që arkitektura nuk është vetëm një vizatim, po arkitektura është shumë a shumë, është emocion, është kontekst, është jetë. Prapashtica është një vend në lindje të Prishtinës, ku trashëgimia kanë pas pjesën e bujqësisë, e cila t'jep një ajër shumë të pastër me një lartësi mbydetare afër 1000 metra. Sa herë kalolohemi na vijim te kjo zonë pikërisht për mi rikujtu fillimin e këtij projekti, që gjithçka është e ndërlidhur, domethënë nëse shohim këtë vend dhe vendin tonë, shihet si një vazhdueshmëri e çasaj arkitekturës, ku shihet pikërisht pjesa e lidhjes së lloqit me kasht, si praktika lokale të cilat i kemi përveçuar dhe na në arkitekturën tonë, ambientin tonë, që duket thotë gjithmonë këto kanë bashkëjetu mes vete, natyra edhe ndërtimi. Nëpër vendet të ndryshme të Kosovës është përdorur kombinimi i lloqit me kasht. Te objekti Mikpric e kemi kombinu, domethënë një material tillë, kashta e ka luajtur rolin e materialit lidhës, në këtë rast zavendësim armaturës, kurse lloqi është zavendësim i betonit. Po, për dallim ky kombinim është shumë ma natyral, i cili ndikon edhe në aspektin termik të objektit, domethënë verës është freskët në objekt, kurse dimrit është ngrohtë. Ky është një prej objekteve ndoshta më të rëndësishëm në këtë kompleks, për faktin se ka qenë një shtallë e lone, e lopëve, edhe na kemi arrit një shtallë të lopëve, mi shëndru këtë pjesën e kulmit e kemi shtu për mu lidhë me konceptin e villave. Kjo është e kombinimi që jemi mundu mi bo në mes arkitekturës sotit, arkitekturës tradicionale dhe arkitekturës së ditëve të sotit. Pjesë e kompleksit janë villat edhe restorani, të cilat në momentin kur na jemi bashkangjit, vetëm kanë qenë pjesa ndërtimi i vrazhdi përfundum. Jemi angazhu për pjesën e interierit dhe konceptimin e funksionit të në brenda. Karakteristike villave është që kemi përdorur mobilje të vjetra, të cilat i kemi rikthy një jetë, i kemi kthy memorjet e njerëzve ku shkon ato villa, e gjon nga një pjesë të kaluarës tëne. Po ashtu, pjesë aty në villave janë edhe tepihat, të cilat e kanë përfaqësu Kosovën në Bienalen e Artit nga artisti jon Jakob Ferri. Restorani është i trajtuar me elemente tradicionale në kombinim me ato bashkohore, që po ashtu japin prap një emocion, kthejnë kohën, kur secili prej nesh thellë për brenda kemi të regjistruar me një detaj nga e kalumja dhe e shohim në një dimension tjetër. Zjarrin mes si element shumë i rëndësishëm i odave tona, edhe veprat e artit të cilat janë po ashtu të lidhne me fshatin edhe me natyrën e bukur të vendit tonë. Kopshti Kafshët definitivisht është objekti ikon i kompleksit. Për shkak të formës që e ka,
ku gjithçka është cilindrike, do të thonë çdo gjë sillet rreth një pemë në mes, cilën e kemi gjetë aty, është një darë dhe egër. Forma e pastër rrethore tenton me tregu atë barazin mes kafshëve, barazin mes njerëzve dhe kafshëve, kur edhe na bëjmë pjesë e gjithë asaj themi ekipe, një diverzitet në mes llojeve të ndryshme të kafshëve. Objekti është mendu të shfrytëzohet edhe për evente të ndryshme, aktivitete të ndryshme, për shkak të formës karakteristike edhe për akustik, edhe atë bashkëjetesën me kafshë, do të thonë ta përjetojmë edhe gjatë momenteve tona të lumtura, apo gjatë momenteve kur festojmë diçka, të festojmë së bashku me kafshët.